Shikues të nderuar, Dal Po Televizioni ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Protesta qytetare në Gjirokastër ka hyrë në ditën e saj të 10, duke mbledhur sërish qytetarë në sheshin Çerçi-Stopulli në Gjirokastër. Pjesëmarrësit kanë ngritur shqetësimet e tyre për varfërinë, mungesën e investimeve, emigrimin e të rinjve dhe gjendjen e shërbimeve publike në qytet. Protesta qytetare në Gjirokastër ka hyrë në ditën e saj të 10, duke mbledhur sërish qytetarë në sheshin e Çerçi-Stopullit. Pjesëmarrësit kanë ngritur shqetësimet e tyre për varfërinë, mungesën e investimeve, emigrimin e të rinjve dhe gjendjen e shërbimeve publike në qytet. Për grumbullimin në shesh. Pas grumbullimit në shesh, protestuesit zhvilluan një marshim në rrugët kryesore të qytetit duke bërë thirrje për më shumë vëmendje ndaj problemeve që sipas tyre kanë çuar në zbrazjen e Gjirokastrës dhe mungesën e perspektivës për banorët. Gjatë protestës nuk munguan edhe kërkesat politike. Qytetarët kërkuan largimin e deputetëve që përfaqësojnë qarkun e Gjirokastrës duke i akuzuar ata për mungesë angazhimi ndaj problematikave të zonës. Mes emrave të përmendur nga protestuesit ishte edhe pirodhima, për atë që protestuesit e cilësuan si mungesë reagimi ndaj shqetësimeve të komunitetit. Organizatorët deklaruan se protestat do të vijojnë edhe ditët në vijim, derisa kërkesat e tyre të marrin përgjigje konkrete nga institucionet përgjegjëse. Protestuesit kërkojnë dorëheqjen e deputetit Pirodhima. Jemi këto momente me zhvillimet kryesore nga vendi. Zyra e Komisionerit për mbrojtjen e të dhënave personale ka vendosur gjoba me vlerë totale rreth 1 milion euro ndaj 3 kompanive private për shkelje të ligjit të ri për mbrojtjen e të dhënave personale. Nga hekimet rezultoi se kompanitë kishin publikuar foto dhe video të punonjësve, klientëve apo personave të tjerë në rrjetet sociale pa dokumentuar pëlqimin e tyre, ndërsa kishin politika privatësie të paplota dhe nuk informonin qartë qytetarët për mënyrën se si përdoreshin të dhënat e tyre. Po ashtu konstatuan mungesa në dokumentimin e proceseve të përpunimit të dhënave, masa të pamjaftueshme sigurie për mbrojtjen e informacionit, mungesë e planeve për menaxhimin e rreziqeve dhe mos respektimi të detyrimeve ligjore për emërimin e personit përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale. Në një rast u evidentua dhe ruajtja pa efat të dhënave të klientëve dhe përdorimi jo i rregullt i kamerave të sigurisë për fshirë filmimin e hapësirave publike. Këto janë ndër gjobat më të larta të vendosura deri më tani pas hyrjes së fuqisë të ligjit të ri në Shqipëri, duke sinjalizuar se autoritetet kanë nisur zbatimin më të rreptë të rregullave për mbrojtjen e të dhënave personale në vend. Në vendimarrjen e së martës 16 qershor, bordi vendosi që nafta të shitet jo më shumë se 180 lekë për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 168 lekë për litër. Ulja ka pësuar edhe benzina, e cila për qytetarët do të tregtohet jo më shumë se 168 lekë litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 156 lekë për litër. Vendimet e reja të bordit të transparencës në fuqi prej së martës ora 14 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Çmimet e caktuara nga bordi do të jenë aktive të rreqin vëmendjen çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të në produkteve të naftës me detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm, do të vendoset pezullimi i aktivitetit, thuhet ndër të tjera në njoftim. Le Figaro ka renditur Shqipërinë si më të rejse dhe më ekonomike për pushime, kundrejt destinacioneve tradicionale si Spanja, Italia, Greqia dhe Kroacia që për vitesh ka dominuar garën e turizmit mesdhetar. Sipas të përditshmes franceze, vende si Shqipëria, Slovenia, Malizi dhe Kipro po merren gjithnjë më shumë në konsiderat nga francezët, fal kombinimit të vijës bregdetare, trashëgimisë kulturore dhe gastronomisë. Në artikullin e Le Figaro, Shqipëria konsiderohet sfiduesja më dinamike në rajon për turistët që kërkojnë alternativa mes natyrës
kulturës e trashëgimisë kulturore. Ndërsa vendi ka pësuar një rritje rekord të numrit të turistëve që pas vitit 2019. Në artikull shpjegohet se ky është zhvillim i menjëhershëm turistik, i lidhet pjesërisht nga çmimet, teksa pushimet në Shqipëri janë 30 deri në 50% më i lirë se në Greqi apo Itali. Gazeta franceze thekson më tej se me afro 400 km vi bregdetare, Shqipëria ofron plazhe të shumta, gjire dhe ujëra kristal të pastra. Në jug, riviera shqiptare ka pejzazhet më spektakolare, me detin e kaltër dhe fshatrat të vendosur në shpatet e maleve. Kruja, pamje panoramike mbi Adriatik, në Poloni gjenden gjurmët e një qyteti të lashtë me skodrave dhe ullishteve, gjithashtu Gjirokastra, Berati që kanë një histori. Gazeta e përmbyll përshkrimin për adhuruesit e natyrës, teksa Alpet shqiptare ofrojnë shtigje ende të paeksploruara, ndërsa problem mbetet infrastruktura dhe menaxhimi i mbetjeve, thuhet në të përditshmen Le Figaro. Shqipëria ka një kontrast të fortë mes varfërisë në zona rurale që është shumë më e lartë se ajo urbane, ndryshe nga Bashkimi Evropian ku diferenca mes fshatet dhe qytetit është e papërfillshme. Më shumë se gati gjysma e banorëve në fshatet shqiptare, 54% vuajnë nga rreziku i varfërisë dhe përjashtimit social, sipas të dhënave që janë publikuar nga Eurostat, niveli më i lartë në Europë. Kjo do të thotë se 54% e popullsisë në fshat plotësojnë të paktën një nga këto tre kritere. Janë në rrezik të varfërisë monetare, të ardhurat e një personi më të ulta si 60% e mesatares kombëtare, kanë mungesa materiale ose sociale të rënda, personi nuk ka mundësi të përballojë shpenzimet bazë si ngrohja, pagesa e faturave, blerja e ushqimit, rrobave, pushimeve të tjerë. Jetojnë në familje me intensitet shumë të ulët pune, ku të rriturit e një familje punojnë shumë pak ose as pak për gjatë vitit. Kështu Eurostat ka publikuar të dhënat e vendeve të BE-s për vitin 2024, ndërsa informacionet më të fundit nga Shqipëria është i vitit 2022. Në Bashkimin Evropian, treguesi është më i lartë. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmash, unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë mirëpafshim.